ligjet ndërkombëtare, kartën e Kopenhagenit për zgjedhjet e lira, dokumentin e Kopenhagenit, Kushtetutën e vendit dhe kodin zgjedhor, kërkohet që në një proces zgjedhor të zhvillohet në përputhje me përcaktimet e këtyre ligjeve, këtyre parimeve. Në të kundërt, ai nuk është një proces zgjedhor, por një farsë zgjedhore. Ndaj dhe unë kërkoj mirëkuptimin e mediave të heqin nga fjalori i tyre zgjedhje dhe të zëvendësojnë me fjalën farsë zgjedhore. Kjo sepse në këto zgjedhje u shkelen parimet më themelore të zgjedhjeve të drejta, për të cilët Shqipëria ka firmosur dokumentin e Kopenhagenit. Shqipëria ka mishruar këtë dokument dhe parimet e këtij dokumenti në Kushtetutën e vendit dhe në kodin zgjedhor. Ajo që ka ndodhur me 11 maj dhe të gjithë periudhën pararense për zgjedhjet e 11 majit është një përmbysje e plot e parimeve më themelore të zgjedhjeve të lira, të cilat kërkojnë që zgjedhësit të shprehin mendimin e tyre lirshëm për përfaqësuesit të zgjedhjeve. Është bërë tashmë e njohur se kontrolli i vullnetit të zgjedhësve ishte i gjithformshëm, i shumëformshëm dhe i përhapur në mbar vendin. Ishte i gjithformshëm nga miklimet, nga influencat, gjerë të kërcënimet dhe revolja në ballë. Pra, parimi cili do që kërkon të ballafaqohet me të vërtetën, duhet të lexoj dokumentat ndërkombëtar dhe kombëtar për zgjedhjet. Në rast se ai don të respektoj dinjitetin e tij, vlerat e vërteta që beson ose duhet besoj. Pra, palët zotohen, thot dokumenti i Kopenhagenit, se do mbajnë zgjedhje të lira periodike, në të cilat do të garantojnë në praktik shprehjen e mendimit të zgjedhësve në zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre. Të pyes çdo qytetar si u zgjodh Blendi Goxha, si u zgjodh Sara Mile, si u zgjodhen listë e banditëve
e kandidatëve që u mbështeten nga banditët në parlament. Pra, kemi të bëjmë me sharrimin e këtij parimi themelor që zgjedhjet i dëshmon fars, që Shqipëria pati fars elektorale të cilën njerëzit e lirë kur nuk mund ta pranojnë. Do më falni. Në këto zgjedhje dhe në këtë vend u shkel një parim tjetër ndër më themelor e një sistemi demokratik. Parimi që ndan kusht që ndan shtetin ligjor nga shteti partjak. Dhe kjo ndodh jo në mira raste. Çfarë thot pika 5 presje fraksion 4? Zotohen për një ndarje të qartë të shtetit dhe partive politike. Në veçanti, partit politike nuk do të përzihen me shtetin. Ja pra çfarë përcakton dokumenti ndërkombëtar për zgjedhje të drejta. Që në momentin kur ti garon me parti shtet, ato s'janë zgjedhje, po janë fars. Janë fars elektorale. Merr fund procesi zgjedhor. Merr fund procesi zgjedhor sepse garë nuk ka. Gara është fiktive për arsye se ti ke në fush, në ndeshje, një shtet që ka mbrapa buxhete miliardash, që ka një logjistik të pafundme, që ka të gjitha mjetet e dhunës dhe një apo disa forca politike pa asnjë lloj mjeti mbrojtës ndaj këtij shteti barbar në raport me zgjedhjet. Pra, të dashur qytetar dhe qytetare, zgjedhjet nuk kishin. Kjo ishte një fars e turpshme elektorale, më e turpshmja në historinë, më e turpshmja në historinë 32 vjeçare të pluralizmit në Shqipëri. Në këto zgjedhje, si kur më parë, shteti i tërë doli lakurisht në shëmtinë e tij kundër qytetarëve, për të bërë presione nga më të ndryshme, përdori të gjitha mjetet e tij, përdori nënpunësit e tij të panërgjegjshëm kriminal elektoral, për forma nga më të ndryshme presioni. Ndaj të dashur qytetar, dijeni se me 11 maj ka ndodhur një gjë më e madhe për demokracinë shqiptare. Referohuni këtij dokumenti ndërkombëtar, dokumentit të Kopenhagenit, i detyrueshëm për çdo vend demokratik që zhvillon zgjedhje dhe zgjedh qeverinë me votë të qytetarëve. Kur ndonjëherë një parti e transformuar në shtet dhe mafje nuk është vërsulur më me egërsi ndaj qytetarëve shqiptar, siç është vërsulur narkoshteti Edi Rams, dhe ju lutem, lexoni pikën 5 fraksion 4 të dokumentit të Kopenhagenit mbi
dimensionin njerëzor të hapësirës OSBE-s, i cili është dokumenti standard i parimeve ndërkombëtare për zgjedhjet dhe të gjitha liritë dhe drejtat njerëzore.